inauguron forumin e domosdoshëm për presidentin e arshëm të Republikës Kosovës, është e mirëseardhur. Për këtë arsye duhet diskutime me gjitha partitë politike për të pasur siguri, por në të kundërtën çdo marrëveshje që siguron minimumin e votave të nevojshme është e mjaftueshme kushtetshmërisht. Jo, nuk kemi diskutuar ende emra konkret, siç e dini procesi është i nisur, janë 2 kandidatura. LDK-ja vazhdon të besoj që të 3 pozitat nuk mund t'i takojnë një partije politike. Kemi më pak se 3 javë ditë kohë për të gjetur një konsenzus dhe për të arritur një marrëveshje eventuale. Në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Zgjedhjet nuk i don askush, as Liga Demokratike e Kosovës. Po provojmë që nëpërmjet takimeve të zgjejmë një zgjidhje të përbashkët. Nuk kemi ndonjë lëvizje të re, ndonjë rotanë të re politike nga ky takim i sotëm. Jemi transparent me ju dhe me njëri tjetrin, takimet do të vazhdojnë. Edhe në ditët e vijim, unë do të takoj natyrisht edhe liderët tjerë politik